Shala mbi emnin është, ka qenë ish ushtari u që kësë. Kur e kemi pa në breg të salla e sportit, të tereni sportit, të dhonë shpirtaj. E di këmë thonë Arsim, qëve, thashtë shkojmë të ndihmojmë. Para me ndonë, në dorë ma kanë gjytë. Në dorë ma kanë gjytë. E shumë ngjarje tjera. Qysh është ajo ndjenjë kur e shet dikë duke vdekur e nuk mund t'i ndihmosh? Ndjenja më e keqe në botë është kur ti nuk e ke mundësinë me ndihmu tjetrit, e shet tu e vra, e shet tu e maltretu, nuk e ke mundësinë me ndihmu. Vlen të theksohet kontributi i jashtëzakonshëm i Beslim Zogaj, për i potencojt Najit Hasani, Bleri Molloni ka qenë ish i burgosun, Sheremet Ahmeti, që këta kanë ndiku, se ne na konë 3, kanë ndiku që na mes me marë hapa të palogaret shëmirë, se shkojshem, kur s'kan guaj, kanë hongër plomë. Po... E keni pasur rastin të njëni edhe u këshin hotin, një personi cili nuk dihet ende... Muj me të rajt, me tonë, unë e kom një oftë, unë e kom pa. E keni pa? E kom pa të udalës, ka qenë ditë e djele, bile që atë ditë më kanë rej. Se kështu si person jam tipi gjallë, nuk... Edhe e pash, e qëtën, po arsye pse unë jam interesu, se e qëtën me një ish bashkëvujtës me mu që ka qenë Rasim Plava, të dy t'jën vramë. Për Rasimin e ti sigurt, shpresoj që me dalë, u këshin hoti respekt për familjen e ti e për ta, për kontributin e ti kombëtar, po... është një figurë që ende nuk dihet për fatin e ti. Për Rasimin e ti sigurt. E që të jemi interesu, edhe për jabaj, o kom mbikëshërës Branko Komotina. Thash, në zonik edhe mbikëshërës, thash, pse thash dilën këta për qëtëni. Thash, ku në shpjet, thash, të dilën. Edhe, ta tash të kaze edhe në mërë mështini o konë në vendi posaqem ku të rashen. 2, maltretimin tjetër në kanë marë me njërë të dhënshme edhe në kanë shu të njaja pjesa ku e mbledhëshin të nxilin këta për ngrohtore, për ngroje, edhe e kanë bo me qëllim të saktun për me ardhë paramilitarët, njësia paramilitarët, Frenkit, të lymë, për me balafashu me ne. Prej përballës tënëve që nuk ka mujtë me i përballu një ish bashkëvujtës në dhomë që e kom pas, Idris Zhutaj, a i morë sëllëmtru edhe vdeq. Nuk mund të ta përballonte? Po, s'mujtë, se në me shikimi, kush nuk o mësu, shikimi me ta ka qenë fillim, është psikologjisht qëtë në tokë. Po e shoh që nuk i keni harruar emrat e atyre kriminaleve të cilët ju torturuan atë periudhë, zoti Begolli. Unë nëse ma lënë se në telefon i kom, disa i kom harru, disa tjerë jo, kështu që i kom në, këto vet i kom shkru dhe thët, për shambull, mbikëshyrës si Branko Komotina, kuj ka qenë mbikëshyrës, gardiani Mitar Manci, Krstic, Boban Bashqević, komandant, Mirolub Vidić Miki, ky qaq ka qenë, më falë shprej i poshtër, sa dhe Shqipin e folke. Shqip ka fol, e kreon, une egziston, Mozgabofsha e ka një shoqe e emja në Gjakov, Shkendije Hoda, që e falenderoj edhe e piktujt e përshëndes, egziston diku një fotografi që shihet Miki Vidići me Uzi, armë Uzi, mas ndërtesave të paviljonëve të kërku me vra të burgosën. Për shembull, i ki drejtori është Aleksandr Vojislav Rakočević, zavend drejtori është Zlatko Živković, driton Spiro, Svetlan Matanović, Aca Pavićević, të gjithë këta kanë qenë të burgosur malazet. Që më thonë kriminal, që i kanë vesh, i kanë mobilizu, edhe kanë bo masakra direkt. Dhe që ju nuk i harroni asnjëherë? As zërin e tyre? Ja, absolut. As pamjen e tyre? Ja, zotin arë. Nuk mund të harrosh asnjëherë atë që të ka maltretuar? Jo, absolutisht.